Një nënë, Flora, humbi vajzën e saj nga një aksident i papritur automobilistik. Disa ditë pas varrimit, ndërsa po pastronte dhomën e vajzës, gjeti një letër të palosur në një sirtar. Kur e hapi, lexoi me duar të dridhura. Mami, më fal që s'të kam dëgjuar shpesh, të dua shumë. Shpresoj që një ditë ta kuptosh gjithë dashurinë që kam për ty. Flora u rrëzua në tokë dhe lotët e saj ranë pa pushim. Çdo fjalë në atë letër ishte një përqafim që nuk kishte ndodhur, një pendesë e papërmbushur, një dashuri që mbeti e patreguar. Ditët kaluan, por letra e vajzës e shoqëroi nënën në çdo hap. Ajo e mbajti gjithmonë pranë zemrës, duke kujtuar se çdo moment i humbur nuk kthehet më. Thua ju atyre që i do sot, ose shty dashurinë për nesër, sepse mund të jetë shumë vonë. Fjalët e mira shpëtojnë zemra dhe krijojnë kujtime që mbeten për gjithmonë.